Ky është vend I shenjtë dhe na jep barësi, na shkarkon nga energjia negative që marrim, na jep shëndet në familjet tona, na ruan, si thot profeti Muhammed, ku ta ndjeni veten ngushtë, drejtoni vendeve të mira. Ata e din hallin tuaj. Dhe ne prandaj gjithë bashkë vim, lutemi, marrim murat dhe bekime në këto ditë shenjta për të patur dashuri në familje, në shoqëri dhe kudo. Këto ditë shenjta, kudo që janë ata që ne na ruajnë në çdo hap të jetës sonë. Janë ata që na japin atë mirësinë, na largojnë të keqen, duke na ofruar dashurinë, paqen, në familje, në shoqëri dhe kudo. Ju falenderoj të gjithëve që keni marrë pjesë dhe uroj bekoj në këtë ditë shenjtë. Qofshi dritë dhe Zoti na bekoj të gjithëve. Dhe me lejoni me që jemi të gjithë bashkë, falenderoj kryetarin e qarkut, I cili merr pjesë në bashkëngjitin në këto ditë shenjta, ku të gjithë bashkë I lutemi Zotit për ditë më të mira në këtë kohë që po kalojmë. Me emër të Zotit, fuqimadh dhe mëshirshëm. O Zot, ti që je I pari para te s'ka gjë, ti që je I fundi mbas te s'ka gjë, ti je urtë I mençëm, ti ke qenë para çdo gjëje, ti mes para çdo gjëje, ti më afër nga neve nga deli I qafës, ti bësh dëshiron dhe hynë zemrën e njeriu. Ti je I padukshëm lartësinë hapësirë, ti dëgjon dhe shikon çdo gjë. Ti je Zoti çdo gjëje, mbaron ma dëshirën, largon ma mërzinë. Ndihmon të kryej detyrimet e mia për hir të profetit dhe bijve të tij, pastër të bekuar ti qofshi I falur. Me emër të Zotit fuqimadh dhe mëshirshëm. O Zot, ti je mbrojtja ime, o ti burri shpëtim për hina dialisë, treguesi mrekullive, e gjën ndihmë zikia. Kam një kërkesë për gjitha besimtarë që janë këtu në Qesarak, te Baba Xhiu, te këtyr shenjtë, te ky vend I shenjtë. Zoti na rregoft kundërshtarët, magjistarët, perrit, gjeni sylekeq, na dhën varësinë, dashurinë dhe paqen. O Zot, me mëshirën tënde mëshirona, se ti je më I madh mëshirues. Ti më I madh ndihmë ndryshues, dyshon zot pamjet tona për të parë të shkuar të kulluar. S'ka trim përveç Aliu, s'ka shpat përveç Zulfikare. O I madhi Zot, pranoj lutje faljet tona për hir të Muhammed Ajderi Qerarit dhe për detuesit të rrugës Hyjçar Haxhi Bekdashit Veliut. Allah valla, hyj dost. Qofshi dritë, Zoti na bekon të gjithëve. Nuk e prisja që takoja, kështu që falenderoj Zotin edhe baban për pjesëmarrjen e tij në këtë ditë shenjtë. Kur e kam zbuluar këtë vend shenjtë, unë kam gati 13 vjet që nuk I ndahem, jo vetëm në ditën e festimit të tij në 7 qershor, por edhe ditë të tjera. Është një vend, sikur e tha dhe babai, që ne njerëzit, kur kemi nevojë, I drejtohemi vendeve të shenjta. Nuk ka rëndësi se çfarë besimi ne I përkasin, dhe vim këtu si shqiptarë, edhe si njerëz të mëkatshëm, dhe vim dhe I drejtohemi, I lutemi për sa më shumë shëndet dhe për sa më shumë të mira në jetën tonë. Por këtë gjë duhet ta bëjmë përdit në jetën tonë, I lutemi Zotit dhe sepse ai na tregon rrugën e drejtë dhe të vërtetën. Unë dua t'ju uroj në emër të Këshillit të Qarkut gëzuar këtë ditë. Është një ditë bashkimi, një ditë që forcon vlerat tona dhe na bashkon gjithëve së bashku, kështu që ju uroj nga zemra gëzuar këtë ditë dhe kështu mbledhshim edhe për festat tjera. Gëzuar nga moti. Faleminderit baba. Ne prandaj gjithë bashkë lutemi, marrim murat dhe bekime. Kudo që janë ata që ne na ruajnë në çdo hap të jetës sonë. Janë Thank you.
Como